si Belinda Balluku, aq më shumë do dilten pa se shefi i vërtet i kësaj mega afere, tunelit Llogaras, është Edi Rama. Njeriu i cili i ka hapur rrugë kësaj afere me firmën e tij përpara se të firmosi Belinda Balluku. Është Edi Rama i cili ndryshoi projektin me firmën e tij pikërisht që të fillonte vjedhjen për kompaninë e miqve të tij. Ky projekt korruptiv nisi si çdo procedurë tjetër. U bë një garë, e fitoi një kompani, Gjoka Construction, dhe më pas, me urdhër nga lart, Balluku e anullon. E anullon procedurën pavarësisht se komisioni i verifikimit kishte kryer të gjitha procedurat dhe kishte verifikuar se kjo garë, që ishte po ashtu me një çmim marramendës prej 140 milion eurosh, të vazhdonte. Por Edi Rama kishte plane tjera për kompaninë e miqve të tij. Dhe rihap procedurën jo më me 140 milion, po me 190 milion euro të tjera. Dhe ja jep një kompanie e cila kishte ofertën më të lartë, plot 12 milion euro të tjera më shumë se oferta e dytë. Pse ndodhte kjo? Kjo ndodhte për të vjedhur më shumë para, që Belinda të merrte pjesën e vet, që Berberi të marri pjesën e vet, dhe që patjetër Edi Rama të marri sa më shumë. Shtesat e 50 milion euro nuk mund vinë kur nga një ministre pa urdhrin e Edi Ramës. Është Edi Rama njeriu i cili ka firmosur. Është Edi Rama njeriu i cili është arkitekti i kësaj afere korruptive dhe patjetër ka përdorur Belindën e vet për të kryer procedurat. Së dyti, për të siguruar që çdo gjë të shkonte vaj, që vjedhja të shkonte vaj, që vjedhja e popullit më të varfër të Europës të shkonte vaj, tenderin e supervizimit ja japin kompanisë e cila në hije drejtohej nga drejtori i ARSH-s Berberi dhe miku i tij, që të sigurohen se mos na lëviz në një gjë. Dhe këtë e pat dhe në përgjime, se si Belinda Balluku merrte në telefon dhe thoshte ktheu komisionit dhe anulloje procedurën. Fol me turqit, fol me këtë e me atë, ta shpallim nesër, se këtu në këtë vend në narko shtet bëhen narko tendra, nuk funksionojnë procedurat, nuk funksionojnë komisionet, nuk funksionojnë ligjet, funksionon asgjë. Funksionon telefoni edhe urdhri i Edi Ramës. Dhe këto afera, miliona e miliona eurosh, i bëhen popullit më të varfër të Europës. Pra nëse qytetarë sot doni dini pse sot keni më pak para se dje, është se kanë këta më shumë para se dje. Nëse doni dini pse sot nuk ja dalin dot 55% qytetarëve shqiptar të mbyllin fundin e muajit, është sepse këta vjedhin me nga 50 milion euro në çdo tender, me 90% në çdo tender. Këto nuk janë akuzat opozitës. Këto nuk janë shpikjet opozitës. Pyesni kontrollin e lartë të shtetit, kur të vi tani, që ju a ka nxjerr këtë raport, që ju ka nxjerr 50 milion euro nga i çoni. Ku po shkojnë? Pyetini kontrollin e lartë të shtetit. Nga ikin këto para? Këto para ikin në xhepin e pushtetarëve më të korruptuar që ka njohur historia. Belinda Balluku ka sot mundësinë, thot vërtetën, se nga kush i erdhi urdhri dhe mos të fshihet. Por babzia nuk njeh asnjë limit moral. Ju keni bërë atë që s'mund të mendohet kurrë. Ju për të vjedhur para keni rrezikuar edhe jetën e qytetarëve shqiptar, duke mos bërë as kolaudimin e rrugës, i cili të nderuar qytetar është pika e fundit që të certifikon se kjo rrugë është e sigurt për shqiptarët që të kalojnë. Ju nuk e keni bërë, sepse doni të justifikoheni nesër dhe të thoni nuk e kemi marrë në dorëzim, se s'është bërë kolaudimi, e ka fajin operatori. Dhe të gjithë këtë tender, të gjithë këtë projekt, të gjithë këtë vjedhje, nuk merrni as mundimin të fshiheni. Por shikoni çfarë ndodh. Punët i bën Gjoka Construction, e cila nuk ndodhet në asnjë letër. As si kontraktor, as si nën kontraktor.
por punët i kryen Gjoka Construction. Parat i merr kompania turke e miqve të Edi Ramës. Geopolitik, thoshte një analisti juaj. Geopolitik, kjo është geokorrupsion. Si ka mundësi që në këtë vend punën e bën dikush, por parat i merr dikush tjetër? Si ka mundësi që në këtë vend çdo gjë bëhet me telefona? Po kjo është Republika e Palloshit. Kjo është realiteti. Kjo është Republika e banalitetit, të fjalëve të ndyra që përdoren nëpër telefonata nga individ që keni me vite që i mani ministra dhe s'kan as minimumin e kulturës. Por ai banalitet është fytyra e vërtet e kryetarit tuaj. Dhe sot prandaj nuk janë këtu. Prandaj nuk duan të bëhet transparencë. Çfarë e pengon transparenca hetimin? Përkundrazi, vetëm e ndihmon hetimin. Tani më duhet të them dhe dy fjalë për këtë zonjë, e cila ka mundësinë sot të bëjë një mea culpa, të bëhet pentito dhe të thotë vërtetën e Edi Ramës. Mos bëjt njëtin gabim që bëri gjyshi i vet, i cili kur Enver Hoxha shkonte në Moskë dhe la kritikonte Rushovin nga frika se mos shoku Enver nuk po ktheheshe, mos i ndodhte ndonjë gjë, Beqir Balluku, dhe e keni në arkivat e shtetit këtë, Beqir Balluku shkon, ti George Clooney rri. Beqir Balluku shkon në ambasadën sovjetike dhe i thot, në qoftë se nuk kthehet Enver Hoxha, unë do ju arrestoj dhe do ju pushkatoj, besnik deri në fund. Dhe kur erdhi Enver Hoxha, i ken arkiv shtetit, dhe kur erdhi Enver Hoxha, e mori Beqirin e arrestoi. Mos bëhet të njëjtin gabim si gjyshi jot. Mos bëhet të njëjtin gabim si gjyshi jot, zonja Balluku. Dhe gjithashtu, mos harro një gjë, dhe kërkoj në arkiv të shtetit fjalimet më të egra kundër Beqir Ballukut i ka bërë Spiro Koleka, daja i shefit tënd. Dhe ylli që ra Beqir Balluku solli dhe ylli në ngritje, një yll të jashtëzakonshëm që kishin urdhër partia ta nxirrnin në kramin e xhmie në çdo fotografi dhe ky ishte Kristaq Rama. Mos bë të njëjtin gabim, se do të përfundosh po njësoj. Se keni fjalën për të bërë histori dhe biografinë e tjerëve, dakor? Nuk është fjala për biografi, nuk lejohet të përdoren emrat edhe personalitetet tjerë urdhro, jo, nuk lejohet. Je duke shkelur rregulloren. Je duke dalë jashtë kodit të etikës. Nuk lejohet. Ndryshe sepse është drejta ime të mos lejoj askënd të shkel rregulloren. Kështu që nëse doni të vazhdoni 30 sekondat e mbetura pa përmendur emra dhe pa ofenduar dhe pa fyer. Të përfundoj 30 sekonda në mikrofon. Tani, e kuptoj që e keni problem shumë të vërtetën, por është e pashmangshme. Ju zotrin që të gjithë keni një problem madhor me moralin. Ju zotrin keni problem madhor me moralin partin tuaj, po mbi të gjitha me qytetarët se çfarë bëni me njëri tjetrin, siç thot kryetari i partisë tuaj, hëngshit kokat e njëri tjetrit. Por me qytetarët, popullit më të varfër të Europës, 50 milion euro për aferat korruptive të Edi Ramës nuk mund të ndodhi kurrë. Dhe ju, të gjithë, në qoftë se nuk i referoheni fakteve dhe historisë, të gjithë do të bashkoheni te këto pranga. Njësoj si shumë kolegë tuaj. Prandaj po ju them, zgjoni sa së zhvon, se si Qiku Erjoni e Beqja e tjetri do t'ju çojë gjithëve për shpëtu kokën e vet. Po luftoni që të mbushit xhepat ky, se këto janë aferat e këtij njeriu. Se ndryshe kishit shkuar ju, kishte shkuar ti ta ulan takim. Pse shkoi Edi Rama? Se është Edi Rama. Faleminderit zoti Balliu. Pasi kemi dëgjuar mendimin e kryetarit të kuvendit dhe mendimin
e deputetit në emër të deputetëve folës, ju lutem. Kalojmë në votimin e kërkesës. Pra, kush është pro kërkesës për interpelancë urgjente me zonjën Balluku, kush është pro, numëroni votat pro. I numëruat apo jo? Është duke votuar pro, sa janë pro? 30 pro. Kush është kundër? Kundër. 50 kundër, kërkesa nuk miratohet. Vijojmë me raportimin e veprimtarisë kontrollit të lartë të shtetit për vitin 2024.